Në shikim të parë, Korea e Jugut duket si një nga historitë më të mëdha të suksesit të epokës moderne. Brenda më pak se 50 vitesh, ai u ngrit nga varfëria ekstreme, dikur më e varfër se shumë vende afrikane, për të shndërruar në një nga ekonomitë më të pasura në botë. Ky transformim, i krahasuar me stagnimin e fqinjit të saj verior, ka përforcuar imazhin global të Koreas së Jugut si një model i përsosur zhvillimi. Megjithatë, ky imazh fshen një realitet shumë më shqetësues. Nën rrokaqit dhe markat globale, fshihet një shoqëri nën presion të jashtëzakonshëm. Ngjitja e shpejtë e Koreas së Jugut ka prodhuar tensione të thella strukturore, të dukshme në fenomene si guarosa, ose ndryshe vdekja nga mbipuna. Vetëm në vitin 2020, rreth 500 vdekje u lidhen me këtë gjendje. Këto nuk janë raste të izoluara, por pasqyrojnë një sistem të dominuar nga një numër shumë i vogël korporatash të fuqishme, që formsojnë si jetën ekonomike, ashtu edhe atë politike. Vetëm Samsung vlerësohet se përbën pothuajse 20% të ekonomisë kombëtare, duke theksuar përqendrimin ekstrem të pushtetit. Si pasojë, shumë qytetar po distancohen në heshtje nga rrugët tradicionale të jetës. Kjo duket më qartë në kolapsin demografik të Koreas së Jugut. Një popullsi e qëndrueshme kërkon një normë mesatare linjshmërie prej 2.1 fëmijësh për grua. Në Korenë e Jugut, kjo normë ka rënë në rreth 0.7, ndër më të ultat e regjistruara ndonjëherë. Në vitin 2020, për herë të parë në historinë e vendit, numri i vdekjeve tejkaloi atë të lindjeve. Përgjigjet e qeverisë kanë variuar nga fushata publike që promovojnë jetën familjare deri te propozimet të debatueshme që synojnë nxitjen e martesës. Megjithatë, këto përpjekje në masë të madhe shmangin shkaqe të rrënjësore, duke kombinuar kapitalizmin agresiv me hierarki shoqërore të ngurta. Korea e Jugut ka krijuar një kulturë të përkufizuar nga konkurrenca e pamëshirshme, presioni i statusit dhe materializmi. Me qartësimin e kostave shoqërore, gjithnjë më shumë njerëz po pyesin nëse mrekullia ekonomike e vendit ishte e qëndrueshme që në fillim. Kjo kulturë nuk u formua brenda natës. Në fillim të shekullit të 20, Korea duroi 35 vjet sundim kolonial japonez, të ndjekura nga lufta e dytë botërore dhe lufta koreane. Kur Korea e Jugut u shfaq si një shtet i veçantë, ai ishte i shkatruar, e varfër dhe e pasigurt. Mbijetesa varej nga rritja e shpejtë ekonomike. Arsimi u zgjodh si motori i rindërtimit. Në udhëheqjen e Park Chung-hee, shteti investoi fuqishëm në ndërtimin e një fuqie punëtore të disiplinuar dhe të aftë. Kjo strategji u përputh me vlerat konfuciane që theksojnë hierarkinë, qëndrueshmërinë dhe bindjen. Edhe pse të zakonshme në gjithë Azinë Lindore, këto vlera u përqafua në Korenë e Jugut me një intensitet të pazakontë, duke lidhur suksesin akademik drejt për drejt me vlerën personale. Ajo që filloi si një strategji praktike zhvillimi, gradualisht u shndërrua në obsesion. Regjistrimi në universitete u rrit me shpejtësi, por po aq u rrit edhe ankthi. Presioni akademik u përhap drejt shkollave fillore dhe madje kopshteve. Deri në vitin 2020, rreth 1/4 e nxënësve korean raportuan simptoma depresioni dhe trajtimi për depresion të fëmijët nga 6 deri në 11 vjeç ishte dyfishuar brenda 6 vitesh. Me që arsimi u bë rruga kryesore drejt lëvizshmërisë shoqërore, familjet e shtyn veten në ekstreme. Kjo nxiti rritjen e haguoneve, akademi private të shtrenjta që sot përbëjnë një industri shumë miliardashe, kryesisht të aksesueshme për familjet më të pasura. Presioni kulmon me Suneungun, një provim kombëtar tetorësh që mund të përcaktojë të gjithë të ardhmen e një studenti. Edhe pse Korea e Jugut e paraqet veten si një shoqëri meritokratike, kërkesat e provimit shpesh të i kalojnë programet e shkollave publike, duke favorizuar nxënësit nga mjedise elitare. Premtimi pas këtij sistemi është pranimi në Universitetet Sky, Universiteti Kombëtar i Seulit, Universiteti Korea dhe Universiteti Yonsei, të konsideruara gjerësisht si porta drejt statusit dhe sigurisë.
Pranimi është i kufizuar për studentët më të mirë dhe të diplomuarit e tyre dominojnë pozicione drejtuese në qeveri dhe financë. Megjithatë, ndonë se rreth 70% e koreano-jugorëve ndjekin universitetin, përqindja më e lartë në botë, rezultati është paradoksal. Pavarësisht niveleve jashtëzakonisht të larta të arsimit, largimi i të rinjve nga tregu i punës është i përhapur. Qindra mira të rinj as nuk punojnë dhe as nuk kërkojnë punë, shumë prej tyre me diploma universitare. Ky grup shpesh përshkruhet si gjenerata Sampo, e detyruar të heqë dorë nga marrëdhëniet, martesa dhe fëmijët, thjesht për të mbijetuar. Në dekadat e mëparshme, sakrifica sillte shpërblime të prekshme, si pronësia e një shtëpie dhe stabiliteti familjar. Sot, ky premtim është zbehur. Sondazhet tregojnë se shumica e të rinjve korean besojnë se lëvizshmëria shoqërore është kryesisht e paarritshme, veçanërisht për ata që lindin në varfëri, ndërsa diplomat universitare në shumë vende të zhvilluara rrisin ndjeshëm të ardhurat, kthimi financiar në Korenë e Jugut është relativisht i vogël. Për shumë të diplomuar, studimet nuk justifikojnë më koston. Me rënien e vlerës së kredencialeve, kërkohet gjithnjë e më shumë arsim për të mbetur konkurrues, duke ushqyer një fluskë arsimore me përfitime gjithnjë e më të pakta. Dikur, puna e palodhur garantonte përparim. Sot, edhe përpjekjet e pandërprera shpesh me zimbulojnë kostot e jetesës. Ky realitet është më i dukshëm në Seul, ku më shumë se gjysma e popullsisë jeton pranë universiteteve më të mira, korporatave kryesore dhe pushtetit politik. Mundësitë ekonomike janë përqendruar fort, ndërsa politikat kufizuese të strehimit kanë rritur çmimet përmes garave të ashpra për blerje, të dominuara nga të pasurit. Një pasojë e paqëllimshme e këtij përqendrimi urban është sfida më e rëndë afaqjat e Koresë së Jugut. Njerëzit nuk po bëjnë më fëmijë. Në qytete, rritja e një fëmie është bërë jashtëzakonisht e shtrenjtë, ndërsa balanca mes punës dhe jetës private pothuajse është dukur. Orët e gjata të punës, pasiguria dhe kostot e larta e bëjnë jetën familjare gjithnjë e më të paarritshme. Në zonat rurale, fëmijët tradicionalisht janë parë si kontribues në jetën familjare dhe në punën e përditshme. Në qytetet e mëdha megjithatë, rritja e një fëmie është bërë jashtëzakonisht e shtrenjtë, ndërsa balanca mes punës dhe jetës private pothuajse është dukur. Orët e gjata të punës, pasiguria në punësim dhe kostot e larta të jetesës e bëjnë jetën familjare gjithnjë e më të paralizueshme. Megjithatë, vetëm faktorët ekonomik nuk e shpjegojnë plotësisht rënien e linjshmërisë. Kultura intensive e punës në Korenë e Jugut përforcohet nga norma patriarkale të rënjosura thellë. Pritshmëria tradicionale për martesë të hershme dhe për një nënë shtëpiake e formësuar nga rolet gjinore konfuciane vazhdon të ketë peshë shoqërore. Megjithatë, ky model është gjithnjë më i papajtueshëm me realitetet ekonomike moderne. Në vend që të përshtas pritshmëritë me kushtet aktuale, shoqëria vazhdon të kapet pas idealeve që shumë pak njerëz mund t'i përmbushin realisht. Në të njëjtën kohë, lindja e fëmijëve jashtë martese mbetet fort e stigmatizuar, ndërsa vetë martesa kërkon një nivel të lartë sigurie financiare, veçanërisht zotërimin e një shtëpie. Kjo krijon një rreth vicioz. Njerëzit e shtyjnë martesën derisa të mund të përballojnë një shtëpi, por përballimi i një shtëpie është shumë i vështirë pa qenë të martuar. Si pasojë, shumë koreanë-jugor kanë humbur interesin për martesën, edhe pse ende dëshirojnë të kenë fëmijë. Frika nga gjykimi shoqëror për lindjen e fëmijëve jashtë martese i dekurajon edhe më tej, duke përshpejtuar rënien e popullsisë. Statistikat e pasqyrojnë këtë ngurtësi. Në vitin 2022, vetëm 2% e lindjeve në Korenë e Jugut ndodhen jashtë martese, krahasuar me një mesatare të OECD-s prej rreth 40% dhe gati 60% në vende si Franca. Zgjerimi i njohjes ligjore për familjet jo të martuara dhe ulja e stigmatizimit shoqëror mund të ndihmonin në lehtësimin e krizës. Por këto mbeten reforma që qeveria duket hezituese t'i zbatojë. Pesimizmit i shtohet edhe struktura e tregut të punës në Korenë e Jugut.
Një numër shumë i vogël korporatash gjigande dominojnë ekonominë, një trashëgimi e industrializimit të shpejtë të vendit. Këto konglomerate të kontrolluara nga familje të njohura si çajbol, si Samsung, Hyundai dhe LG, u bën shtylla kurrizore e rritjes së bazuar në eksporte. Sot, 5 çajbolet kryesor përbëjnë pothuajse 2/3 e vlerës totale të tregut të aksioneve. Pavarësisht ndikimit të tyre të jashtëzakonshëm, këto kompani punësojnë vetëm rreth 12% të fuqisë punëtore. Megjithatë, punësimin e çajbol shihet si simbol i stabilitetit, prestigjit dhe sigurisë financiare. Vetëm Samsung vlerësohet se gjeneron rreth 20% të produktit të brendshëm bruto të Koresë së Jugut, me degë të përfshira pothuajse në çdo aspekt të jetës së përditshme. Ky nivel dominimi korporativ është shumë i pazakontë. Për krahasim, kompania më e madhe në Shtetet e Bashkuara përbën vetëm rreth 2% të produktit të brendshëm bruto. Ky përqendrim jo vetëm që dobëson bizneset e vogla, por gjithashtu përforcon hierarki të ngurta dhe kultura pune toksike. Mjedisi i punës në Korenë e Jugut konsiderohet gjithësisht si një nga më kërkuesit në botën e zhvilluar, veçanërisht për gratë. Për më shumë se një dekadë, ai është renditur si vendi më i keq në OECD për të punuar si grua. Këto hierarki nuk krijojnë vetëm ambiente stresuese pune, ato frymësojnë sjelljen në të gjithë shoqërinë. Ky fenomen u ilustrua në mënyrë të famshme në librin Outliers të Malcolm Gladwellit, i cili analizoi rrëfimin e avionit të Korean Air në Guam në vitin 1997. Në atë rast, hierarkia e ngurtë e pengoi një pilot më të ri të sfidonte një gabim kritik të eprorit, duke kontribuar në vdekjen e mbi 200 pasagjerëve dhe anëtarëve të ekuipazhit. Me zgjerimin e ekonomisë koreane jugore, kjo bindje ndaj autoritetit u shtri përtej mjediseve korporative dhe në shoqëri në tërësi. Me kalimin e kohës, çajbolët u ngritën në një status pothuajse të paprekshëm, veçanërisht në marrëdhënien e tyre me qeverinë. Të parë prej kohësh, si simbole të rimëkëmbjes pas luftës, suksesi i tyre u lidh kusht me identitetin kombëtar. Politikanët u mbështetën tek ata për financimin e fushatave dhe i festuan arritjet e tyre si fitore kombëtare, ndërsa korporatat lobonin për politika të favorshme. Kjo marrëdhënie ka çuar në skandale të përsëritura dhe dëme afatgjata ekonomike. Nga tragjedia e tragedit Seul, ku mbi 300 persona humbën jetën për shkak të dështimeve të sigurisë, deri te skandali i rishvetit të Samsungut, që shoi në shkarkimin e një presidenti, pasojat kanë qenë të rënda. Për te skandaleve, ligjet e ngurta të punës, barrierat e larta për hyrje në treg dhe konkurrenca e kufizuar kanë ngadalësuar produktivitetin dhe kanë frenuar inovacionin. Rezultati nuk është thjesht një ekonomi në ngadalësi, por një shoqëri e shënuar nga rritja e depresionit, shkëputjes dhe dëshpërimit. Nuk është për t'u habitur që kjo nuk është një shoqëri ku njerëzit ndihen të sigurt për të ndërtuar familje. Abononi në këtë kanal nëse dëshironi të shikoni më shumë video të tilla dhe si gjithmonë, faleminderit për shikimin.